Qyteti i Korçës u përfshi nga një atmosferë festive në natën e ndërimit të viteve, e shoqëruar me një spektakël të bukur fishek zjarësh që tërhoqi vëmendjen e banorëve dhe turistëve vendase të huaj. Korça ka uruar gëzuar në mënyrën e saj. Kryeqyteti i festave ka pritur sekondat e para të vitit 2026 në sheshin kryesor të qytetit, para katedrales së Gjallja e Krishtit, me një super koncert. Mira banor të Korçës, por edhe turistë të shumë të ardhur nga të gjitha qytetet e Shqipërisë kanë pritur ndrimin e viteve pikërisht nga Julliti. Sheshi u mbush me qytetarë që festuan në tingujt e muzikës dhe koncertit të organizuar nga Bashkia e Korçës, ku performuan këngëtarët Venera Lumani dhe Lindi Islami, duke përcjell urime për shëndet, mbarësi dhe një vit të mbar 2026. Fat, parësi e kime nga Zoti për qinë dhe shpejt. Armonita Zuri, një vit të mbarë, shumë në zemra. Uroj sa më shumë që lek, parësi edhe lek. Festimet nuk munguan as në qytetet e tjera të qarkut. Spektakël fishek zjarësh u zhvillua edhe në Pogradec, ndërsa atmosferë festive u krijua gjithashtu në Kolonjë, Maliq dhe Devoll, ku qytetarët pritën vitin e ri mes gëzimit, muzikës dhe urimeve për ditë më të mira.